Raporti I shumë përfolur mes Smirit dhe Selinës vazhdon të jetë një armë e fortë në duart e banorëve të tjerë për të goditur në debate. Së fundmi, tensionet mes Smirit dhe Mateos kanë arritur kulmin duke degraduar në pyetje tejet personale që prekin jetën bashkëshortore jashtë shtëpisë. Në kulmin e debatit, Mateo nuk është përmbajtur dhe ka vënë Mirin me shpatulla pas murit, duke I përmendur lotët e tij dhe duke I bërë një nga pyetjet më të drejtpërdrejta dhe provokuese të këtij edicioni. Si thua e dua gocën e huaj, ore, si qanë për gocën e huaj, je I martuar, edhe thua e dua gocën e huaj, po të bëj një pyetje normale, do ishe ndarë për Selinën, e pyeti Mateo. Kjo ndërhyrje në jetën e tij private e ka revoltuar jashtëmas Mirin, I cili ka zgjedhur të mbrojë me forcë martesën e tij duke refuzuar të jap Mateos material për lojë. Çfarë lidhje ke ti me jetën time bashkëshortore? Kam një grua të mrekullueshme dhe jam krenar për atë që kam. Ja ka kthyer ai me ton të ashpër. Pasi Mateo I ishte përgjigjur me një të bekoft të Zoti, Miri nuk e ka lënë me kaq, duke akuzuar për goditje të ulët dhe mungesë morali në lojë, të vit turp që e përdor, I pa fytyrë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.